Para fillimit të takimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në Shkup, kryeministri Edi Rama u shpreh optimist për progresin e Shqipërisë mbi procesin e integrimit evropian dhe ndikimin pozitiv të planit të rritjes së Bashkimit Evropian në rajon. Ai vlerësoi se Shqipëria ndodhet më afër se kurrë përmbushjes së aspiratës së gjatë shekullore për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Ne jemi shumë krenar sepse kemi praktikisht përmbushur deri tani të gjitha pikat për zbatim dhe vazhdojmë me pikat e tjera sipas kalendarit, kur nuk kemi qenë afër realizimit të një aspirate shumë shekullore, do thosh. Dhe nga ana tjetër më vjen mirë që ka një atmosferë të përgjithshme pozitive në këtë drejtim. Duke theksuar rëndësinë e një angazhimi të vazhdueshëm, kryeministri shtoi: Kemi qenë asnjëherë më afër, jemi shumë afër dhe besoj shumë që ne do t'i përmbushim të gjitha detyrimet tona, siç kemi parapare dhe afatet me Komisionin Evropian, dhe plani për bashkët të realizohet plotësisht. Plani i rritjes, një iniciativë kyçe e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, synon të stimulojë zhvillimin ekonomik dhe të përshpejtojë integrimin e rajonit në familjet evropiane. Ky plan parashikon një paketë financiare prej 6 miliardë eurosh, të ndara në grant dhe kredi të buta, që do të investohen në sektorë të më të rëndësishëm, si energji, transport, infrastrukturë digjitale dhe reforma të tjera kyçe. Qëllimi është rritja e prosperitetit dhe stabilitetit në rajon, duke krijuar kushte më të favorshme për bizneset dhe qytetarët dhe duke forcuar lidhjet ekonomike në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama nënvizoi se fal këtyre përpjekjeve, Shqipëria po ecën me hapa të sigurt drejt plotësimit të standardeve europiane dhe përfitimit të plot nga mundësitë që hap anëtarësimi. Ky takim në Shkup është pjesë e një procesi të përbashkët rajonal, ku vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian bashkëpunojnë për të adresuar sfidat dhe për të nxitur zhvillimin ekonomik, politik dhe social në rrugë drejt integrimit.